Burri mes nusës dhe nënës. Problemet e shumta të cilat edhe vijnë deri tek shkurorëzimet janë mes nusës dhe viherës, apo mes nënës dhe gruas së burrit. Personi që më së shumti i vuan këto probleme, këto pakënaqësi mes nusës dhe nënës është burri. Ai e luan rolin e unifikuesit. Është shpesh mes dy zjarmeve. Nëna është ajo që e lindi, e rriti dhe edukoi, por është gruaja e cila erdhi dhe krijoi një jetë të re për të. Tashmë i ka dhëruar edhe fëmijë. Por nuk shkon diçka mes tyre. Problemet mes nënës dhe gruas burrin padyshim që e bëjnë të palumtur, e bëjnë të stresuar dhe jo të rehatshëm. Nëna është gjëja e shtrenjtë në këtë dynjë. Po ashtu edhe gruaja ka vlerën dhe rëndësinë në familjen e tij. Por burri nuk mund të vendosë se cilën palë të dojë më shumë, edhe pse nëna është e pazaventësueshme, në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk mund të zaventohet prezenca e nënës. Kështu, shpesh burri gjendet në pozitë të palagmueshme. Kjo pozitë vije për shkak se nëna kërkon që ta shkurorëzojë gruan, e gruaja kërkon që të ndahet nga nëna. Çfarë të bëjë burri në këtë rast? Padyshim që ai e luan rolin e një unifikuesi që mundohet ta mbajë familjen të gjallë, familje të gjallë dhe të shumtë, pasi që nuk dëshiron të ndahet nga nëna dhe njëkohësisht as ta shkurorëzojë gruan. Shumë burra i bëjnë ballë sprovave apo kohës së padëshirueshme që përballet ai me nënën dhe gruan. Por ka edhe të atill që në momentin e parë dorëzohen, që i bie se e dëgjojnë nënën edhe shkurorëzojnë gruan, apo e dëgjojnë gruan dhe ndahen nga nëna. Një vendim jo i mirë për asnjërin palë, kështu që burri duhet të ketë kujdes se çfarë të vendosë, edhe pse është në mesin e dy zjarmeve, në këtë rast, siç e thamë edhe në fillim. Butësia e burrit, e djalit apo e bashkëshortit, i cili mundohet që me butësinë, sjelljen dhe fjalën e mirë për nënën e tij dhe gruan e tij, do të mund të sjellë rezultate të mira pozitive për një jetëgjatësi mes nënës së tij dhe gruas. Por nëse problemet janë të vazhdueshme dhe situata çdo ditë më shumë acarohet, burri duhet të mendojë për një zgjidhje të përgjithshme, por që ndoshta njërin palë duhet ta lëndojë. Gjithsesi, nëna është e fundit ajo që duhet të lëndohet. Përkundër që ajo mund të ketë gabime, prap haku i nënës pra është shumë i madh se sa haku ndaj gruas. Por këto janë të fundit që duhet i merr një bashkëshort, një djalë apo një burr. Meqense se ai duhet të luajë rolin e një unifikuesi i cili mundohet ta ruajë familjen nga shkatërimi dhe nga ndarja apo përçamja. Kërkesat mund të jenë të shumta nga nëna e tij apo edhe nga bashkëshortja. Mirë po ai duhet të i vë kushte të dyja palëve në këtë rast, sepse nëna është diçka e vlefshme dhe rëndësishme, por edhe bashkëshortja nuk ka ndonjë mangësi që ai të shkurorëzohet nga ajo. Kështu që duhet ta binde nënën se nuk do ndahet kurrë nga bashkëshortja në këtë situatë që është, dhe duhet ta bindë gruan e tij që nënën nuk mund ta lëtë vetëm apo të ndahem nga ajo, meqense raportet e kemi të mira dhe ajo çfarë kërkon ti grua për nënën dhe ajo çfarë kërkon ti nënën për gruan janë të paralizueshme për mua dhe unë nuk mund t'ju aprovoj këto kërkesa, kështu që të jetojmë të tretë së bashku me fëmijë dhe me të tjerët anëtar të familjes, kështu do të jetojmë të lumtur, do të zbehemi mosmarrëveshjet, do ta falim njëri tjetrin dhe do të jemi të arsyeshëm për të dyja palët.